Situata realisht pati një reagim shumë të shpejt dhe për këtë unë falenderoj dhe pjesëmarrjen dhe qoftë nga Agjencia Kombëtare e Emergjencave, qoftë edhe nga gatishmëria e bashkive tjera. Pra tashmë operon jo vetëm një helikopter, i cili po operon nga ajri, po përveç 4 zjarrfikseve të Vlorës, operojnë gjithsej 9, që kanë ardhur në ndihmë nga Himara, nga Bashkia Himar, nga Pashalimani, nga Fieri, nga Berati dhe nga Elbasani. Pra kemi një përgjigje në kohë të shpejtë, gjithsesi situata ishte për të vlerësuar sepse pati ishte në afërsi dhe të qendrave të banimit. Tashmë këtë rrezik kjo është eliminuar, por që mbetet vatra aktive, kjo ndihmon edhe nga erët, për sa i përket pjesës shkurrave dhe të zonave të plulzuara. Po punohet që të ketë sa më pak dëme, sidomos sipërfaqet e ullishteve, për të shpëtuar pikërisht edhe ekonominë e fermerëve këtu. Gjithsesi me këtë rast unë dua të ngre edhe një problem i cili ka të bëjë pikërisht me çështjen e rezervonive, i cili ka të bëjë jo vetëm me aspektet e këtyre që i vënë zjarrin për hir të mushave, por edhe këta që mendojnë se mund të bëjnë djegje të kontrolluara. Jo vetëm që është e antiligjshme, pra kemi të bëjmë me një vepër penale, por që duke mos e pasur kontroll, dhe jashtë siç ndodhi dhe tani, duket që kemi të bëjmë me një akt i cili është jo vetëm përbën shkelje të rënd penale, por që sjell dhe dëme shumë të mëdha, edhe jo vetëm për ekonomitë e banorëve vendas, por njëkohësisht edhe me harxime të tezkashme të autoriteteve shtetërore për të përballuar situatën.